është folë gjatë për krizën 9 mujore që kanë pas institucionet e Republikës Kosovës. Normalisht kërkush nuk e ka mendu që vjen fundi dhjetorit në kohën kur qytetarët e Kosovës janë para përmbylljes së vitit që të kemi zgjedhje. Por kjo krizë 9 mujore e përcjellur me pengmarrjet e institucioneve dhe natyrisht një përpjekje e Albin Kurtit që ta shtyjë në vazhdimsi procesin deri në mbajtjen e zgjedhjeve tash, duke ditë saktësisht që me 48 deputet nuk mund t'i bën numrat. Kemi mbri një situatë ku zgjedhjet janë provokuar për shkak të paaftësisë tij për me bë kompromis, për shkak të paaftësisë tij për me siguru bashkëqeverisje dhe për shkak të arrogancës një pushteti i cili për më shumë se 9 muaj, por gjithsesi edhe për 4 vitet e qeverisës tij, fatin politik të Republikës Kosovës e ka lidhur me emrin e Albulina Haxhiut, a do të bëhet ose jo Albin Kurti kryeministër, a do të jetë kryeministër zoti Konjufca. Në fakt që ka ndodhur gjatë kësaj kohe kemi pas përkëtësim të jetës së qytetarit Kosovës, çmimet të cilat kanë godit mirëqenien tonë, kemi pas paga të ulta, kemi pas inflacionin ose më mirë them zhvlefësim të paras në masë madhe. Aferat e njëpasnjëshme me çmimet e energjisë, me energjinë elektrike dhe po ashtu rezervat shtetërore e polarizim të skajshëm që kemi pa kohën e fundit, pra shoqënia kosovare vazhdon me qenë më e polarizuar se kurrë, sepse ka një nxitje të një diskursi që kushdo që mendon ndryshe quhet shpioni i Serbisë, me të njëjtën gjuhë janë cilësu sindikalistët, opozita, ndërmarrësit e suksesshëm të Republikës Kosovës që ka pas një polarizim të skajshëm me ta dhe gjithsesi ka pas një tendencë të autoritarizmit që e kemi pa në vazhdimsi. Pra na jemi sot para 2 zgjedhjeve, a do t'i japim fund kësaj rruge që Kosovën e ka vendosur një odkryq të madh, si në kuptimin e konsolidimit brendshëm, si në kuptimin e forcimit subjektivitetit ndërkombëtar, varfërim e mirëqenie të cënuar, izolim po ashtu, apo do të jemi me Partinë Demokratike të Kosovës dhe vizionin e zotit Hamza që në fakt është antipodi i Albin Kurtit, është një njeri depolarizues, është një njeri që në vizionin e tij sot ka para vetës pritshmëritë reale që i kanë qytetarët e Republikës Kosovës, jo drama, jo kaos, jo linçim e ndarje, por fushata e zotit Hamza sot është bashkë përpara, sepse mendojmë që Kosova viti 2025-6 duhet jetë Kosovë që në fakt i kanë thelb nevojat që i kanë qytetarët e Kosovës, cilët sot kanë mbetë në udhkryq sepse i kanë lënë pa shpresë. Prandaj unë e konsideroj që edhe fushata cilën e përmendi Eliza është një reflektim i një energji e re, sepse njerëz ka nevojë sot me pas një qeveri me pritshmëri reale, e jo një qeveri që në fakt nuk mban asgjë prej atyre premtimeve të cilat i kemi pa, por polarizon përshman edhe në fund e ndan shoqërinë në dysh, duke dëmtuar interesin e secilit qytetar në Kosovë. Fillimisht u duk në fakt me një intervistë që dha zoti Glau Konjufca, pra që diskursi vetëvendosur do të ndryshoj, ndërkohë dje patëm po Glau Konjufcën, ku një qytetar pyet apo fitojmë ose kështu, ai thotë tokë zezë këna mi bo. Tokë të hadës, më që është i lirë këto. Po, a dyqysh përfaqësues e lëvizjeve të vendosje, mëngjes qohen si populist, mesditë shndron nacionalist, kanora 3 thonë që lista serbe është parti politike, dikur kanë 5 thonë jo është organizatë terroriste, pra ata nuk bazon as në parim, as në plan program, as në vizion. Krejt narracioni tyre politik bazohet në barometër. Pra nëse ekzistojnë parakushtet që në një odë ose në një salë, në një qytet ose qytet ekziston një diskurs polarizues, ata shfrytëzojnë edhe ato janë polarizues dikun tjetër të qetë. Por qytetarët tashmë e kanë pa, kjo kriza një vjeçare, unë mendoj që i ka shërbyer shumë qytetarëve me pa aftësinë e zotit Kurti dhe të qeverisë e lëvizjeve të vendosje, jo vetëm ato që ka ndodhur në 5 vjetet e shkuara, po sidomos pa aftësinë që asnjëherë nuk ka ndodhur në Republikën e Kosovës dikush me pas një fuqi, një besim qaq madh, edhe qatë besim, edhe qatë fuqi me përmbys kaq keq edhe me sjell Kosovën në një krizë të thellë. Ata po mundohen që këtë diskursin polarizues të cilën e kanë injektuar në shoqëri me relativizu, por nuk munden. Sepse jo vetëm në këto 5 vjet, por në 20 vjetet e fundit,
Lëvizja vetëvendosë është mundu me suspendu logjikën. Është mundu që njerëzit mos milon me mendu, mos milon me analizu, mos milon me shiku se çka mirë, çka keq. Prandaj gjithmonë kanë kriju drama edhe artificiale, kanë kriju frikë, kanë ndjell frikë, kanë ndjell polarizim, kanë ndjell përçamje si një organ për me mbulu krejt dështimet e brendshme në Republikën e Kosovës. Dhe në komunikim që kemi